Tendenca në përzgjedhjen e degëve universitare në Vlorë ka ndryshuar vitet e fundit. Studentët e Universitetit Ismail Qemali po zgjedhin më tepër degët të cilat i orientojnë drejt tregut të punës. Siç tregojnë edhe ata vetë, në nisje të këtij viti të ri akademik, zgjedhin degët që kur ti mbarojnë studimet, t'ju ofrojnë një mundësi të mirë për të punuar dhe mbi të gjitha një profesion të mirë paguar. Studentët që janë ulur për herën e parë këtë të ënë në auditore thonë se për ta të preferuar janë degës si infermieri, ekonomi, financë, menaxhim biznesi apo edhe informatik, të cilat kanë dhe kërkesa të larta për punësim. Vitin e parë financë, nuk di, jam pak kështu. Pse ke zgjedhur financë? Më duket si degë më e mirë për mua, domethënë. Je orientuar kryesisht nga tregu i punës? Po. Po. Dega është informatik dhe kam filluar viti i parë. Pse e ke zgjedhur këtë degë? Po. E kam pasion edhe kam ëndër, pse jo? Je orientuar në temin e pas tregut të punës? Po. Po, jam u informuar edhe për tregun e punës. Si duket universiteti këto ditë? Shumë mirë, shumë mirë. E kam kaluar shumë mirë. Ndërsa ata të cilët janë në vitin e dytë apo të tretë të studimeve tregojnë se krahas mësimit kanë nisur të kryejnë edhe praktikën në biznese apo edhe duke u punësuar në profesionet që kanë zgjedhur. Edhe për ta, zgjedhja ka qenë mbi bazën e studimit të tregut dhe nevojave që ka qyteti për fuqi punëtore. Studentët thonë se nuk janë bërë pishman për zgjedhjet që kanë bërë 1 apo 2 vite më parë dhe tashmë janë të bindur se kjo zgjedhje ofron në të ardhmen një mundësi të mirë jetese. Vlerësime kanë edhe për Universitetin e Vlorës, i cili sipas tyre ofron një program akademik bashkëkohor që i përgatit studentët më së miri për profesionin e të ardhmes. Financë. Pse ke zgjedhur financë? Sepse kjo është dega që më pëlqen mua, e gjej më shumë veten. Je orientuar sipas tregut të punës? Po, patjetër që është dhe tregu i punës, një nga faktorët më të rëndësishëm. Je në vitin E dytë si vjet. Në vitin e dytë. Po. Ka përfunduar këtë studime. Vazhdosh jetën këtu apo ndoshta ke edhe synime për? Jo, për këtu. Po këtu, në Shqipëri. Të ofron një vend pune të sigurt për të ardhmen? Kjo është dega që ke Po, këtu ka po. Këtu ka treg pune, po, të kësaj dege që un kam zgjedhur. Universiteti mësimi si duket? Shumë mirë, pedagogët shumë të domethënë të përgatitur. Për mua janë një shembull shumë i mirë për të ardhmen. Kasa kompjuterike. Pse i ke zgjedhur këtë degë? Kam zgjedhur të degë na që është në tendenca më të fundit të tregut të punës. Ofron një vend të mirë në temin Po, e punës? për momentin jam punësuar si dizajnit, e kam hobi këtë. E ke pas pasion që i vogël? Po, përveç se kësaj edhe për pjesën e IT-s. Që një prirur le themi te kjo degë, ke pas synim që Po, që i vogël, thjesht e kam. do të ofroj mendon një punë të sigurt në të ardhmen? Po, bërse se po, sepse me tendenca më të fundit Në çfarë viti je? jam në vitin e dytë. Vitin e dytë. Si duket në universiteti le themi mësimdhënia? Shumë mirë deri tani. Ofron aftësimin e duhur? Po, me anë të praktikës. Vite më parë në Vlorë, programet akademike që preferoheshin më tepër kanë qenë degët e ciklit të ulët, gjuhë shqipe dhe letërsisë, matematik, fizik apo edhe gjuhët e huaja. Ndryshimi i tregut të punës, zhvillimi i qytetit, sektorit të turizmit ka bërë që edhe tendenca, preferenca për këto degë të bie ndjeshëm dhe të ndryshojnë edhe orientimi i studentëve, duke u përqendruar më tepër në programe të tjera mësimore, si dhe ato të reja të cilat janë aplikuar vitet e fundit.